Faleminderit shumë, faleminderit. Zonja dhe zotri, Naim, hajde mëra. Jo, po më pëlqen ma mirë me najt me Vikin që tu, edhe me dëgju muzikë, ta mbajmë qështu këtë atmosferë. Me të vërtet, a je i sigurt se unë e vazhdoj, zonja dhe zotri, mysafir të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin tonë dhe t'ju alimodon. Mirë mbrëma Lora, mirë mbrëma Viki, edhe hajde Naim se pa ty Badiova, pasha zotin. Pe ushtroj me Vikin pjesën. Tekstin, hajde. E ka qitë për para, dohet bashkë ta ushtrojmë, ta vazhdojmë. Po, ma pjanë me qirë. Dada Naim, a qishë në pjanë, se dada kule është ajo. Mirëmbrëma Mirie, mirëmbrëma Lora, mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma Shqiptar, kudo që të jeni e nga do që të jeni. Jemi këtu në sheshin e fjallës së mire, këngës së bukur, këtu në Odeon, në radio televizionin 21. Jemi bashkë me spektatorin, telespektatorin që në ndjek gjithandej, jemi një armat të tërë që përkujdesemi që në këtë vikend të kaloni sa më bukur me një spektakl që në gërthën e vete shumë qka të bukur. Ku ka këngë, ku ka humor, alegori, satir, ku ka mysafir tepër të veçantë, ku ka këngëtar që promovojnë gjërat e tyre të bukura, e shumë qka tjetër në mënyrë që edhe nesër në mëngjes, jo vetëm këtë të shtunë, po dhe nesër në mëngjes, ti hap një sytë bashkë me spektaklin tuaj. Odeon. Njerëzit nuk janë të lodhur nga puna, absolutisht, në jetë, po janë të lodhur nga kuptimi i jetës. Andaj, jep një kuptim jetës, duke punuar në vazhdimsi, gjithmonë atë për çfarë jeni bërë, atë për çfarë jeni specializuar, atë për çfarë jeni profesionalizuar, mos u përzini në punët të tjerëve. Mirë do të ishte me gjetë në një që nuk përzihet në punët e mia. Ka shumë rëndësi që të jemi real, mos harroni se për fatin e keq në këto kohra e vërteta tingëllon si një farloj komedie, e bëhemi rob të një emocioni tjetër mashtrus, që ndërtojmë në vete sikur është mirë e të mos e prishim atmosferën. Ecim tuti me spektaklin tonë. Do të vinë vazhdim, pa unë vërkohë, Lora ka vesh dikush atë se pas ke mikrofonin. Ka zë Mihri kush e ka vesh Lora? Lora s'ka mikrofon për momentin, por e falenderojmë shumë kreatorën e re, Meliza Zeqiri, të cilën mund ta gjeni në rrugën Muharrem Feza këtu në Prishtinë, por e gjeni edhe në rrjetet sociale, në Instagram sidomos me emrin Meliza.Zeqiri. Në numrin e telefonit 044 123-940. Si ka bon 123-456? Naj, ma më lejon edhe unë ta falenderoj një zonjë të vërtet, që e dua fort edhe këtu nga sheshe i fjallës së mirë dhe këngës të bukur nga Odeoni, ta falenderoj shumë zonjën Hatixhe Bytyqi, e cila është me të vërtet një zonjë e vërtet dhe jep shumë energji pozitive. Faleminderit shumë, e nderuar që ekziston, na ke bo një pushim fantastik në Amerikë. Shumë faleminderit për ty edhe familjen tënde. Ç'është të vërteta, Hatixheja. Po, më Hatixhe, më shamit kuqe. Hatixheja jeton në Amerikë, dikur kishin ikur nga sistemi komunist për fat keq, një periudhë jetës kaluar në Kosovë e më pas në Amerikë. Por është një natyrshike e pikturës dhe besoj që në fundit qoftë në largësi do ta shijojmë një lloj ekspozite të pikturave të saj fantastike që i ka bërë gjatë jetës së saj. Shkojmë pra me ecim tutje. Do të vinë vazhdim ato që sjellin alegorin, metaforën, satiren, mbi të gjitha humorin edhe gazin në shtëpi tona. Ato janë dy artiste motra, Dada Hyr dhe Kulja. Përshëndetje, si jeni, ajni mirë të kjo orë, sytë na u kënë qëru me të pa. Sa na ke mungu? Hello, Sa na ke mungu? Që për ty një zarë. Ju në Amerika e jetë ty. Bravo. Për ju një harë. Ama do qëkor ju. Shumë faleminderit. Atë filloj me lexu Kulja dhe Hyrja. Dhe Dada Hyr. Hyrja në Odeon me datën 21/05. E kom një lajmërim nime. Hajde. Lajmërim. Termini i fundit për mi hjek darnët e gata që u konë me 1/5
O shty për 1.6, nashtave deri me 1.7. O që the donët e gota. Ha. Po vjen buri pej pune. Po. E po ma len një dhorot në hastall. Trak. Tak. Po shkon maqanina, e po t'ja nis më desh. Fërc. O desh. E po t'i hap durt edhe po më that. Bënëm qka dush. Une. Fapt jam ledh i krejt tesh atë t'i shtin maqin më la. E dhurata? Ma kish dhe Nikolet Versejs. O, nuk thuhet Versejs, oj e hupt, po Po? Versace. Ti gëzoju mëre që ka pas pare me të bleqë që. Po Nikolet, ajo Po, thot. kuleta jam e u bosi kepën e. Se, Ju la fin që e reo. Po sa herë që pe qeli po mlotoj në sytë. jo dhe rosh. Ja, rosh. Are, a? Dashni tina, ndoro tina, në rosh me një herë. Ha. Po më thët, zemër, sonte po du me konë një not e veçantë. Po du, tha me kërsit shpia. Ha. Unë e kap të ngjirën në shparet e ti kupi një 2 këfe me këkoshka. Ja, une muj me të kallëzu që jam ekspert në krevet. Në shtatë jam ekspert. Si të bi, te në ka mosu në më qërë. Aj që ka pos, gjithmonë ka me pos. Aj që s'ka pos, kër s'ka me pos. Ja, po, që aty mire ki? Ose kom fjallën për pare. Po? Paret vinë shkojnë, pa përmen të kres. Që aty halon ma mirë vile ki. A i ki po kretë bohen me rak për kilët e te për ta qika. Po. Kërkush nuk bot me rak për ment e pak ta qikan. Për ma shambull vetëm bre, kretë senet, gjithë shka njët që kom posë në gisht të vogël, më ka shku në gisht të mesëm. Ja pare u, baba që tu kërejt më ka orë, tak, që? Qka je tu thonë bre? Thash hyrë, për shkoj për të blej një kënëp, furt, e për të gjoj një pëmë të madhe, për të lidhe i kënupin, e për të maroj një hullaq, e për të knarë datë hullaq, për të. O, një thash burri tem, thash zemër bre, bo ma bre një kompliment, bo ma një kompliment se po më duket vetja si plak e keqe. A di që më tha? Shikimin e kitë mirë. Jo mu jemi, zemër thash shumë të du. Tha ti e shpia jeme. Sytë e tu, tha janë dritaret e mija. Sa romantik. Goja ju të tha është dera ja. Gjyksat e tu, tha janë përagje. Kërejt e ju t'ja thash, nalo e gjo se pe di ku po do me dal, se ty veç pëdrum jam t'intereson. Po, edhe, qështu, i thash, a e tha, s'ka mo. E ti? Jo që po livdona. Ti porzi të livdove, apo livdosh halo? Kështë të livdove. A di qa i thash burit? A di qa i thash? A di qa e nguca? Qka? Thash zemër, a më ndën, tha të dua. Po. A i kishe lon birat për mu? Tha po, tha i kishe lon. Nuk ishe ngajt ma mas grave tjera? Tha ju. Cigarën a i kishe lon për mu? Tha po. A ma kishe lon rrugën tonë, a ma kishe jep mu? Tha gjithë qysh. Thash e jetën tonë, a kishe jep për mu? Tha po normal se qka leshe po më vynë mu kja jetë? Ja pas sa bosi burri jam.
Ti thot djali, tha, babe, tha, ti tha raki i spin? Jo. Duhan spin? Jo. Mu drogiratës, po drogiratës, tha jo. E pe qkofi, tha, do me dek ti, bab? Djali jem, tha, prej nanës tane. Gëzova dikon. Qa kanë full moshkujt për femna, edhe qaja u kanë këthy femnat atyne. Hajde për hajde. Moshkujt. Të? Femna, mos u shqetsoni shumë nëse ngojna mas juve, se dhe mas tupit ngojna tha për më fund të shëtujna. Moshkuj, mos u shqetsoni shumë nëse ju thujna që ju dashurojna, jemi dashuru në juve. Se edhe në këpuca dashurumi, për masani i blejna 10 par tjera. E mame shqipit! Që ata thom une, zemra e madhe botën e fiton, mendja e madhe gjdo njeri e shkatron. Ah! Ej, valla!